Vdekja është të rëndë dhe vështirë dhe ka dhimbje të mëdha. Të gjithë pejgamberët e kanë përjetuar këtë dhe të gjithë e kanë lutur Allahun ja lehtësoj momentin e vdekjes. Dhe në krye tyre pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna lil mauti la sakarat. Vdekja pas ka dhimbje, pas ka munde. Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. O Zot, më lehtëso dhimbjen të vdekjes. Dhe afër momentet e vdekjes e ka marrë një anë dhe ka lanë ka shtit dorën dhe ka lak trupin e vet. Prej dhimbjes së madhe të mëdha që ka përjetuar momentin e vdekjes. Dhe çdo musliman dhe çdo krijesë e Allahut do ta përjetojë një dhimbje të tillë dhe nuk do të shmanget asaj dhimbje. Mirë po vallahi, dallimi mes shafirit dhe muslimanit është sikurse mes lindjes së perëndimit. Edhe pse muslimani vuan e ka këtë dhimbje në momentin e vdekjes, megjithatë dhimbjet e tina nuk krahasohen me dhimbjet e shafirit. Dhe para se gjithash, para se me dalë për kësaj dynjaje, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, len yamut ahadun minkum hatta yara maq'adahu min al-jannati min an-nar. Nuk ka me vdek asnjë njeri përderisa ta sheh vendin e vet. A është për xhenet live, a është për xhehenem live. E muslimani që është për xhenet live, ka dallim të madh momenti i vdekjes për atit të qafirit. Me laqet Allah azza wa jall, të cilat vinja marrë shpirtin robit të Zotit të devotshëm muslimanit, vinë me fytyra të ndriçuara, me pamje të bukura, që shkar në hadith të Barra ibn Azib, që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot: kur të vjen momenti muslimanit me dalë për kësaj dynjaje, i dërgon Allah azza wa jall me laqet të bukura, të ndriçuara sikur se dielli që ndriçon. Afrohen dhe thirr muslimanit: ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyya. O ti shpirti mirë, o ti nafsi mirë, dil për kësaj dynjaje, ktheu te Zoti, i kënaqur me Zotin dhe Zoti i kënaqur me ty. Pastaj këtë tregon edhe Allah në Kur'an, ku thot: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët kanë thonë Zoti jonë është Allahu, pastaj kanë vepruar drejt dhe mirë, ju kanë nështruar ligjeve të Allahut, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ishbresin me laqet atyre që kanë thonë Allah, Zoti jonë është Allahu, dhe ju kanë nështruar ligjeve të Allahut, dhe i thonë: mos keni frikë për këtë që apo pasën që apo vjen për të ardhmen e msheft, dhe mos të mërzitni për ato që e letë mrapa. U abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dhe i përgëzojnë i marrin myshde për xhenetet të cilat i ka premtuar Allahu. I marrin myshde, thonë myshde pra Rabi Zotit, myshde Allah musliman, myshde tapi myshde për xhenet të cilat ka premtuar Allahu azza wa jall maherët. Nahnu uliyakum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Ne jemi kujdestar të jumë në dynja dhe jemi në ahiret. Allah nuk na ka lënë, nuk na ka humbë këtë dynja, pros na humbas në ahiret. Dhe për juve ka atë çka don shpirtin dhe jepshi ju, dhe për juve ka xhenet atë çka kërkoni. Pra, ky ajet ka zbrit si përgëzim dhe myshde për muslimanët, se në momentin e vdekjes muslimani përgëzohet, dhe kur përgëzohet muslimani që shka në hadith, wallahi nuk ka dëshirë më të madhe se sa ma shpejt me shku me taku Allahun. Për atë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Ai që e don takimin e Allahut e don Zot takimin e tij, dhe ai që urren takimin e Allahut e urren Allahut takimin e tij. Aisha apo dikush tjetër pejgamberi ka thonë: ja Resulullah, po tona urrejna vdekjen. Thot: jo, nuk është ajo, nuk është ajo Aisha, por është për qëllim
kur me laqet vim ja marrë shpirtin muslimanit dhe e shef muslimanit se ka është ka shkon, e shef vendin e vetë në xhenet, atëherë mu e dën takimin Allahut dhe Allah e dën takimin e tina. Dhe në të kundërtën, kur muslimani vjen, kur qafiri vjen momentin me i dalë shpirti, e urren takimin Allahut, sepse po e shef vendin xhenem dhe e urren Allah takimin e tij dhe nuk ka mirëse ardhje te Allahu Azza wa Jall. Pra kjo e situata e muslimanit. I del shpirti pej trupit, sikur se një qime që del pej lynit, edhe pse me mundje, me tortura, me vujtje, por me gjithatë dallim i madh mes atij dhe mes çofarit. Dallim i madh, sepse përpos vujtjeve që i ka, vinë me laqet, me pamje shumë të tmerrshme të qafiri, që shka në netin hadith që transmeton al-Barra ibn Azib, ku thot, kur ti vjen momenti me dal qafirit për kësaj dynjaje, Allah i dërgon me laqet me marr shpirtin me një pamje të trishtueshme, me një erë të keqe, të padurueshme, shumë të tmerrshme, me një pamje më të tmerrshme që nuk mund të përshkruhet. Dhe i thonë ati shpirti poshtër, del pe këtij trupit poshtër. Dhe shpirti atina del sikurse kur e fut një therr me plot gjemba dhe kaç në trup njeriu dhe shpërndohet në përvenat njeriu dhe mundohesh me ngrenë. Apo sikur se me fut një lesh dhe më mundu me ngrehat e pe leshit, që është del aje vështirë, qashtu del shpirti qafirit. Ibrahim a.s. e ka pyet me laqen e vdekje, se ka thona, ka mundësi, veç me të pa një formën e vërtet që je. Thët, po nuk mënesh me durua Ibrahim. Thët, po kom qef, jo durojë nëse në mi fort, duroj. Thët, këthema shpinën, dhe Ibrahim ja këthen shpinën, pas të e thët këtheu. Dhe kur këthejet e shë me laqen e vdekjes, qka me pa, pamje të pa përshkrushme, flak të gjata, teshat të zeza, i zi, për hunë dhe për goje që të flak, lehibë, dhe zjarë, me tëmë zjarë me gjehnamit, dhe Ibrahimit i bjen të fikt me njëherë. I bjen të fikt, për asaj pami nuk më në duron, dhe kur i vjen vetia dhe knelët dhe Ibrahimi me laqe e vdekje shëndrojët në pamin e vetë ma përshme, i tha ta thash që s'më ndëran. Ibrahimi tha, wallahi, veç që të pamje me pa qafiri mi aftën për të pe azapit, e le më që ka me përjetue, ende dhe më shumë. Thëtë Allah Zogjellin në ledhine, ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Dhe me i pa ti o Muhammed, pra dhe ti o vladhoni me i pa ata të cilët kanë më huzot janë bëtë qëfar për dhëtë Allahu që janë qafira, me pa kur që janë nxirën me laqet aty në shpirtrat, sa dhim shumë janë nxirën në shpirtrat, i rahin gojës e ftyrës e trupit, rëgjuan fësekum, nxirnëve të shpirtin e ju, me dhimbje të mëdhati pa përshkrushme, dhe i thojnë dhuku adhabel hariqë, dhe për jetën e dënimin e dhemshëm. Po vllazën, për atë arsye këtë moment e urren takimin Allah Azza wa Jall, por wallahi nuk ka ku shkon. Nuk ka çka bën dhe nuk më nika sajna. Dhe pretendon e mendon sikur se të shkthynit këtë dynja. Thot mirë të shkthyer edhe një herë këtë dynja. Për atë arsye thot Allah Azza wa Jall, hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Dhe kur ti vjen atina momenti me dal prej dynjas, kur ti sheh me laqet e të mërshme, kur ti sheh dënim, kur ta sheh dënimin e dhimbshëm, kur ta sheh vendin e vetën xhenem, se çka është ka bëhet, kur të sheh atë pamje që s'ka pa më herët, e harrën dynjan, e harrën të afërmit e vet, çmendet i dalin mat prej kokës para se me dal shpirti. Dhe thot, kthem, wallahi nuk e përjeton dhimbt dhe vujtjet të cilat i kanë përjetojnë të gjallë, prime dhe piskamen që i bojnë të afërmit e vetë, nuk nin kur që më fëlli sa dush, po thët, zët, këthem lali amelu salihan fi ma të rekt, këthem në ashta unë e punoj mirë për atë që më ka i, kella, kur se si po thëtë Allahu, aja është fjallë goje që i për thëtaj, kur s'kan më këthy, po mas kësajna ka dënim të dhimë shumë në vërë, para se më shkua në heret Allah.